Jo, se të kishën gri. Nësë kujt i ka ro me hekë borën prej herë dje, u konë shumë. Ashtë të kanë kishtë, po kështë me një pes. Se du dashtë kështë me aqi dhe ujë në zetë, për me zerë. Kosh është qutë këtë mëngjes, mirë mëngjes, apo riku e qeni të flajtë. Bravo, ju koftë. Shumë mirë, bravo. Për ata pra që ju në zgju, lajmin e parë për shkojnë a me nisin, po e marrim një lajmë. Po, lajmin e parë, në fakt, jo që ka ndodhë, po veç një farë dokumenti interesant të jeti rëndësishëm për historikën dhe arkiven e Kosovës, bëhet fjalë për një dokument, një flet arrest ose urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 1999, e që bëhet fjalë për ish-presidentin Hashim Thaçi, atëherë si pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është një dokument që historiani Shkodrani Mera i thotë se ka publikuar për herë të parë, ai aktualisht është edhe pjesë e shoqatës dhe institutit të historisë, andaj edhe ka publikuar gjatë ditës së djeshme këtë dokument në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe, ku tregon faktin që ish-presidenti ishte dënuar në vitin 1997 me 10 vjet burg nga autoritetet serbe të asaj kohe. Dhe në akuzën për organizime terroriste. Shta shte lexojnë aran, ka dalë se është interesant si dokument. Dhe në 1999 marrin veprimet e flet arrestit për arsyen që nuk dorëzohet zotëri Thaçit atë kohë për me vujt dënimin 10 vjeçar, andaj edhe kërkojnë nga qytetarët kushdo që ka informacione që të japin informacione tek stacionet policore dhe kudo tjetër që i njëjti më pas të vuajë dënimin. Në këtë dokument që e kemi në ekran, shkruan që në bazë të neneve ligje më të thash, për shkak të vuajtjes së dënimit për 10 vjet kërkohet terroristi Hashim Thaçi, i ashtu quajturi Gjarpri Zmija, i biri i Haxhiut i lidhur me 24 prill 1968 në vendin e quajtur Broçna, Sërbica, komuna e Skenderajt. Fotografia është zotëri Thaçi, atë shuan Hashim Thaçi është antar i bandës terroriste të separatistëve shqiptar dhe komandanti të ashtu quajturës së drejtoria politike e shtabit të përgjithshëm të KQK-s. Është pjesëmarrës në shumë sulme terroriste mbi përfaqësuesit të policisë në Glogoc Drenas, për shkak të së cilës nga ana e gjyqit të qarkut të Prishtinës më 11/07/97 ishte dënuar me vuajtje në burg me kozgjatje 10 vjet. I quajturi qëndron përkohësisht në Shqipëri dhe Zvicër dhe në Kosovë dhe hyn përmes kalimit ilegal nga Shqipëria. Janë të lutur të gjithë ata të cilët dinë diçka për qëndrimin dhe lëvizjet e Hashim Thaçit ose e njohin personin nga fotografia, menjëherë të kthehen në stacionin policor më të afërt që të japin informacione. Ju tërheqim vëmendje, kjo është shumë interesante. Ju tërheqim vëmendje se Thaçi lëviz i armatosur dhe është i gatshëm të përdor armën e zjarrit, Sekretariati për Punët e Brendshme në Prishtinë. Pra është një dokument të jetë rëndësishëm në historikun e zhvillimeve të kohës në vitet e 1997-99, në periudhën kur flet arrestet të tilla kanë pasur shumë akter ose njerëz të cilët kanë qenë pjesë e lëvizjeve çlirimtare të Kosovës, qofshin ato ushtarake, qofshin ato paqësorë. Pra dokumente të tilla kanë lëshuar shumë herë autoritetet e asaj kohe të ish Jugosllavisë edhe të ish Serbisë dhe kohës, andaj një dokument i tillë vërtet vlen për arkivin ton, mënyrën se si e kanë parë dhe si e kanë vlerësuar lëvizjet çlirimtare në Kosovë, për çka nuk ja dolën ta bëjnë, ta arrestojnë dhe këta njerëz e sollën lirin. Po, definitivisht shumë i rrezikshëm për kundërshtarët, le të thotë. Shumë mirë që do të më kujtu ka pak të harrojmë. Po, shumë vërtet kjo. Që unë e falenderoj shumë e nisin që e ka sjellë. Për ndryshe me që jemi tek historia, sot është data 8 prill, është një ditë para se të nisë betejë e Kosharës, dhe më thonë sot që janë përgatitur ushtarët më të mirë, mërgjimtarët më të mirë që besa për të unisur drejt Kosharës dhe besoj që nesër do të kemi diçka që lidhet direkt me njërin prej ditëve më të mira të historisë së re të Republikës.